Zhvillimi i turizmit në zonën e Gjirokastës ka nxitur fermerët në zonat rurale për të çelur aktivitete të turizmit familjar, të cilat për të mbijetuar ka nevojë për mbështetje dhe subvencionim nga shteti. Në fshatin e Pravisht, familja Shyti administron një aktivitet turistik, me të cilin siguron të ardhurat e përditshme. Pjesë e tij është kampingu i ndërtuar në mënyrë tradicionale, një fermë për rritjen e kafshëve dhe shpendëve, edhe kultivimin e prodhimeve bujqësore, bio e të tjerë. Për ecurinë dhe mbijetesën e aktiviteteve turistike në fshatra, fermerët kërkojnë mbështetje dhe subvencionim nga strukturat shtetërore. Shikojnë në teren, blegtorinë, duan kanë qejf të shkojnë lopët, delet, pulat. Të gjitha kanë ardhur kanë ngelur të kënaqur. Dhe këta që kanë ardhur tani këto ditë do të një javë. Në zonën të gjitha tonat e kemi. Po? Ja stallë me lopën e ati, delet ati. Po? Parcela e kemi perimeria. Këtu kam dhe një serë dartë. Po të mundojmë, po, do në qikë. Do në qikë ndim nga shtetin, se përbalë. Aktivitetet e turizmit në zonat rurale pasurojnë hartën e vizitueshmërisë së Gjirokastës, duke i bërë më interesant itinerarët dhe udhëtimet turistike.